Në anën tjetër, shefqa Damka thot se nuk është në dieni që punëtorët e kompanisë së tij shfrytëzojnë parkingun zyrtar si parking privat. Unë shefte jam të një për jush, parking privat, kur po thoni parking privat, po shfrytëzohet. Unë veç mu përgjigj, si parking privat nuk kanë drejt. Asnjë punëtor të keq përdor pozitën e vet. Po, ko që ka përdor, që keni fakte, edhe mundi me na tregu kur, cilën kohë, na e kena aty evidencën e punëtorëve, cili kush, cilën kohë ka punu. Ma atyte mirët ligji, janë policia, janë organat kompetent për këtë punë. Ko që ka shkel, ka bo një gabim ndaj kompanijës, ose ka shkel ligjin, ose ka bo një përfitim pa autorizim ose pa diçka, atër janë ligjet në fuqi edhe na lypim përgjegjësi për atina, edhe ko që su na jep neve një përgjigje për qëtë punë, atër janë organat tjera si policia, si gjykata, si prokuroria, ko që ka bot qashtu një tillë, se një punëtori jonë. Ndonë se Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës është një ministri e vetme. Zyrtarët e saj operojnë daras në objekte. Parkingu i këtij objekti shfrytëzohet vetëm nga zyrtarët të cilët merren me çështjet e infrastrukturës, ndërsa pjesa tjetër janë të vendosur në objektin Ish Rilindja. Megjithatë, Izedin Bytyqi, sekretari i përgjithshëm i këtij dikasteri, thotë se nuk ka qenë në dieni që ndodhte një veprim i tillë nga punëtorët e sigurimit fizik. Me të thonë drejt, këtë informatën e ku morë prej juve, për s'ka ju falenderoj që e keni ndohë me neve. Me njerë e kom kontaktu shefin e logjistikës të ministrisë edhe menaxherin e kontratës, edhe këna lypë sqarime prej kompanisë pse ka ndodhur kjo. Ata këshën qenë bez ndjeni që ka ndodhur edhe na kanë njoftu që kanë morë mosa ndaj atij zyrtarit tyne, edhe na i kanë ofruar dëshmi që kanë morë mosa, ja kanë dhënë një par mosë ke pezullim edhe ndalim në pagë diçka, edhe na kanë siguru që nuk ka me ndodhur të ardhmen. Sipas shefqat Damkës, monitorimi i punëtorëve nga menaxher të kompanisë bëhet çdo 2-3 ditë, por se thotë se asnjëherë nuk është njoftuar nga të njëjtit për diçka të dyshimt apo keqpërdorim të detyrës. A nuk ish dash ndoshta qoftë edhe jo vetë si kompani me bën një monitorim që t'i llojet sikur na që kemi bërë si gazetar? Shkum ditë. S'ma ka mërë mendi. Kena monitorin, lloj ndryshme. Pas punëtor që kanë monitoru çdo 2-3 ditë. Po ai monitorin zyrtarisht monitoron. Me veturën e patrollës shkon, 2-3 vetë me veturën. Edhe nuk ka arrit me pa, ndoshta... Bomba ki ka arrit, ka vetë kush është, s'vedi, patrollën duhet me vetë, bikqyrsa duhet me vetë, bomba ki ka arrit, ka po. A keni pyet patrollën duke marrë parasysh që na dje kemi bisedu? Sot kum vetë patrollën, mëngjes mbledhje kum pas qëtë fjalë, mëngjes. Ka gjasa, po thënë, ka gjasa s'kena vrejt na, janë, nuk po dim, s'po thënë që jo, unë e thash dëshmi kanë, masi kanë thirë dëshmi kanë, apo kupton, diçka ka këtu. Kum që patrollën prej sa bajt jenë aty të marrë me gjitha pator. Diçka të dyshimt për shfrytëzimin e këtij parkingu, thotë të mos ketë parë edhe sekretari i përgjithshëm i ministrisë. Me thonë drejt, shkoj po zakonisht të përdore atë hymjen kryesore, ju këto po qyshe përmena ma herët ka pos aty edhe institucionet tjera, kështu që nuk është që ka mujt me vrejt të puna e kjera për shembull kusht cilat janë kujna janë.